shpeshherë neglizhojmë një gjë e cila na duket e vogël, por në fakt është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Ne po përgatitemi për të dalur para Allahut të madhëruar me adhurimin më të veçantë që Allahu i ka dhënë robit, pra me namazin. Me kushtin më të rëndësishëm në Islam pas shahadetit, dhe neglizhojmë pastërtinë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, në varr dënimi më i madh i njeriu do të jetë nga urina, nga stërpikja e urinës. Kur hym për të kryer nevojat tona personale, duhet të jemi të kujdesshëm që të mos stërpikemi, mos të hymë me çorap. Sepse duke hyrë me çorap, çorapet janë shumë afër tokës dhe pikat e urinës është shumë e rrezikshme nëse bie te çorapat tona. Pra, mos të hymë në tualet me çorap, të përveshim pantallonat në burrat, ndërsa femrat të rregullojnë rrobat e tyre në mënyrë që të mos stërpiken. Dhe kur të dalin nga banja, të lajnë pjesët e këmbëve poshtë, pra poshtë gjurit, me duart e lagura, në mënyrë që nëse është stërpikur, ta pastrojë atë. Se nëse marrim abdes, por trupi jon apo rrobat tona kanë urinë, atëherë ne jemi të papastër. Dhe Zoti na fal, namazi mund na shkojë dëm, sepse nuk ka plotësuar një ndër kushtet kryesore, pastërtinë.